Një prej faktorëve është kjo shkoku që gjatë ushtrimeve fizike, po edhe shoqërimit me njerëz ndryshëm, për shembull në fitness, lirohen hormone ndryshme, siç janë endorfina, serotonina, ka hormone ndryshme që prodhohen, domethënë pa dashjen tonë, pa dijen tonë edhe vetvetiu ne bëhemi të lumtur. Kjo është një prej faktorëve shumë e rëndësishëm. Po faktori bazë është që na si shoqëri jena mësu edhe jena të kriju me jetu pa rregulla, pa disiplinë, edhe pikrisht kjo na mundson për me qenë të lumtur, se në Kosovë plotësohen. Shumë interesant, pse për shembull këto shtetet ku ka disiplinë rregull kanë dalë në këtë listë. Domethënë në Kosovë plotësohen kushtet për njerëz me qenë të lumtur që s'janë disiplinuar, edhe që nuk presin shumë prej shoqërisë. Për shembull i shohim kosovarë që jetojnë jashtë Kosovës, shtetet ndryshme, ku ka rregulla, ata gjithë janë pa kënaqur. Krejt menxi presin me ardhur në Kosovë. Se në Kosovë vjen edhe unë vetë personalisht e kam pa një rast, vjen dikush që është prej diasporës edhe hap drejtaren e veturës edhe gjuhën një kesë burllak. Domethënë, kjo është fakt që ndodh. Edhe kjo i bën të lumtur, se nuk ka limite. Po, kam po vetë rast personal, domethënë kjo i bën të lumtur njerëz që thjesht... Kuptoj çfarë do të thonë, ka që me thyqat rregullin e bën adrenalin të krijon. Po tash për shembull njerëz që janë pak më që bazohen në vlera, ata disiplina i kënaq, ata i kënaq rendi, i kënaq rregullit, se njihen sigurt. Domethënë a neve është e kundërta, plot fillojnë fitnessin, edhe shkoku që duhet me nejtë strikt në diete ose një sistemi të ushtrimeve, ata hjekun dorë. Domethënë vetë si shoqëri, është e vërtetë që jemi ndër shtetet me popull më të lumtur, kjo është fakt, besoj